sot si në djeni në zbatim të vendimit të Ministrit të Punës Zotit Andin Hoti dhe mandatit ligjor të Inspektoratit Qendror të Punës. Sot fillon një aksion 15 ditor në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ky aksion përveç tjera është në kodit mandatit tonë ligjor si që dhe e dini ju. Dhe një aksion i tillë, domethënë me shtrirje të tillë territoriale në gjithë shtetin dhe me 90% të angazhimit të kapaciteteve tona burime njerëzore dhe logjistike, sipas vazhdimit bëhet ndoshta për herë të parë në kodër të këtij institucioni. Qëllimi ynë është që të ushtrojmë autoritet kodër të mandatit ligjor për punën tonë që e kemi të përcaktuar në përfshirjen e detyrave. Duhet kuptuar që bizneset, subjektet afariste për ne janë partner. Por partneriteti ka detyrime dhe obligime, por ka dhe respekt të parimeve dhe normave ligjore që duhet t'i bëjmë anasjelltas. Në kodër të kësaj ne po përpiqemi që të ndryshojmë disa praktika në mënyrë që të dihet rregulli i qartë në respektimin e kushteve të sigurisë së punës për gjithë qytetarët tonë. Në përgjithësi sot fillon aksioni në 3 rajone së pjesë të Republikës së Kosovës, ku mandataja sigurisht edhe kolegu Ahmed Deloli, i cili është i autorizuar nga ana ime në mbikëqyrjen e këtij aksioni bashkë me neve kuptohet, për implementimin e plot të standardeve tona ligjore për çdo biznes dhe për boll kujt qoftë ai. Megjithatë do të fillohet në Prishtinë, në Ferizaj dhe në Fushë Kosovë, por kjo do të jetë domethënë në varësi të planit operativ që na e kemi organizuar si institucion dhe si koleg, me koordinimin e të gjithë aktorëve tjerë dhe të ministrisë.